Jam Mentor Thaçi, sekretari i lidhjes krijuese shqiptar në Bergat, jetoj në Gjermani për momentin. Jemi të organizuar në të gjitha shtetet evropiane krijues shqiptar, pa dallim. Sot kemi ardhur me mision special në ditëlindjen e Gjergj Kastriotit, sepse këto vizita ne i kemi tradicionale. E kemi filluar nga Vjena, kemi vazhduar në Kalabri, në Sicili, Kjarbreshët dhe sot është hera 4 që vim në Lezhë. Çfarë do të thotë për ju figura e Skënderbeut? Sigurisht se nuk kemi ndonjë figurë më të madhe kombëtare se sa Gjergj Kastriotin, po për shekullin e tij nuk besoj që as Evropa të kishte ndonjë figurë më të madhe. Është identiteti ynë kombëtar, është krenaria dhe gjallëria jonë, është themeluesi i kombit ton modern. Sa është e rëndësishme kjo ditë për juve? Besoj që ka ndonjë ditëlindje më të rëndësishme se kjo dhe 28 nëntori. Atëherë kur e kemi edhe ditëlindjen e Adem Jashojit, po e kemi edhe ditën e flamurit, po edhe të pavarësisë, edhe reflektohen të gjitha. Po duke ju falendëruar këtij burri, pasuan dhe ato tjerat. Si e vlerësoni organizimin e këtij manifestimi? Organizimet janë gjithmonë të mira këtu sepse Paulini është një punëtor i jashtëzakonshëm, profesori Paulin, edhe Lezhë i ka dhënë rëndësinë e madhe gjithmonë, edhe strukturat komunale, pa dallim kush ka qeverisur këtu, por gjithmonë ka qenë nivelin e duhur. Apo bëhet mjaftueshëm për mu transmetu figura e kryeheroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut për me përcjell tek brezat e rinj? Jo vetëm që s'bëhet mjaftueshëm, po as për së afërmi, sepse të jemi të sinqert, në botë ka mbi 500 vepra për Gjergj Kastriotin, ne në shqiptari nuk mund t'i mbledhim 500 vargje. Po a them nga modestia, se unë e di që kanë shkruar dhe kam shkruar edhe unë, por nuk është e mjaftueshme shumë pak. A ju bën kjo ngjarje të ndiheni krenar? Sigurisht që na bën. Edhe u gëzova shumë që i pash edhe përfaqësues të ushtrisë ligjore të Kosovës këtu, si gjithmonë që dinë ta nderojnë. Edhe më duket pa modesti, po a them, sepse ne Kosova e kishim gjithmonë në zemër, sepse Kosova qamëria si popujt shtypuj, gjithmonë e ndronin lirinë që Gjergj Kastrioti e predikon të qytetit. Atëherë gëzuar ditëlindja e kryeheroit tonë kombëtar. Gjithashtu edhe juve, edhe i falenderoj mediat edhe televizionin tuaj, po ata kënaqësi të madhe. Më thatë që përfaqësinë e keni në Prishtinë, po edhe një televizion edhe lokal, edhe regional, që i bashkoni, ju uroj punë të mbar. Ju falenderoj që mbuloni edhe këtë ngjarje.